Andaj Rabbena wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Çka do më thonë o Zot, mos na ngarko çka s'kena takat, mos na ngarko me epshi i cili zbahet. Ka thënë Ibn Abbasi radhiyallahu an në fjalën e Allahut subhanahu wa taala, qul a'udhu bi rabbil falaq, deri tek ajeti wa min sharri ghasiqin idha waqab. Dhe nga o Zot, e lexojna, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Di sure të mbrojtjes, di sure të cilat lutet me to besimtari që Zoti ta ruan. Qul a'udhu bi rabbil falaq është me trujt pi sherrave të dunjës. Qul a'udhu bi rabbin nas është me trujt pi sherrave të vezvezës me ta marr feja ndikush. E te qul a'udhu bi rabbil falaq është një ajet, wa min sharri ghasiqin idha waqab. Ha. Dhe nga sherri i territ, i errësirës kur shfaqet, kur del pa, kur godet, çka është? Ka thënë Ibn Abbasi radhiyallahu anhu ardha, ka thënë është ngritja e epshit. Po Allah na ka mësuar në Kur'an, qul a'udhu bi rabbil falaq, dua do të më bë, se nëse nuk kontrollohet epshi ki me pas një shoqëri të degenerume, të shkatrume, të shkërmos, të prisht. Pse? Sepse nuk i ruajnë epshit e veta, nuk i zbrazë aty ku duhet, po i zbrazë aty ku s'duhet. Andaj ti ishe, a ka mundësi të ndëruar xhamat? Si e lexoni ju një lajm? Ja, atje në Ferizaj. Si e lexoni ju një lajm? 50 aborte. 50 aborte janë regjistruar nga mosha e re e grave. 50 abortime. Me thon tyje, ç'a gjeme një mahall. 50 veta i kish zonë ndërtesa, i kish mit, bëhet lajm i madh. 2 javë ditë pas shteket për mene, 50 veta i ka mit. Këto i kanë mit 50 veta me legitimitet, me letra. Abort, plotson kërkesën, e mit. E mit njerin. Pse e mit? Se s'do me majt. Po qa po misëna? Nuk ka po me korora jo. A kuptojmë ku jena të shkue? Do më jemi para një gjendje alarmante, ku besimtarët dhe besimtarët kanë për obligim me alarmu vetë vetën, me alarmu familjet, me alarmu e vladët, me alarmu shoqërinë, si cili njeri që ka autoritet, apo gëzon status në mesin e njerëzve, të alarmon për këtë dukuri. Hoxha në xhami, hafëzin në xhami, kujdestarit e shpia, profesorin shkollë, mjekun mjekësi, me alarmu këndër kësajna. Nëse nuk alarmojmë, kanë mu shkatru shoqëria. Nëse prishën ujrat, nëse bëhet gjërat pa kuror, nëse njerëzit kanë me lakmue gjithë shkat shka shifët, atë kanë problemi madh. Më bërë këtë arsye tha Ibn Abbasi radhiyallahu an, se kjo çështje është çështja e epshit. Gjithashtu ka ardhur në hadith, ka ardhur në disa prej transmetimeve nga fjalët e parëve të muslimanëve, se kanë thënë kur njeriu është epshor dhe ka ngjallje të epshit, 2/3 e mendjes së tij ikin. Ja, 2/3 e mendjes së tij ikin. Me ti morë ti 70% cinit, cive që ti ka falë Allahu Gjeli Gjelada, me pa me to veç me 30%, veç me 25%, a shë e mira jo? Ja nuk shë. 75% i ik njeriu truni kur është duke mendun epsh. 75%. Andaj përcelle vetën, po përcelle e tjerë që ka janë epshor. Këshira, duke ti taman, as duke taman tje. Kura në gjendje alarmante, jo nuk ka taman. Andaj, kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ghasiqin idha waqab, hadith në ajet poshtë çka ka thënë, o Zot ruajmë për epshit. Ruaj sepse ma marr mendje. Ato do t'i ruaj mendjet tona. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka thënë Imam Abu Dawudi dhe Imam Tirmidhiu, se ka thënë alaihi salatu wasalam në dua, a'udhu bika min sharri sam'i wa basari wa qalbi wa maliki. Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam, o Allah, kërkoj mbrojtjen tane, strehohem tek ti, që të më ruash, që të më kujdesesh për mua nga sherri, mos të më roke sherri i dëgjimit tem. A i disa njeri e ka nije diçka, ka nije, mos me pas një shkon ma mirë, e njeri një muzikë të të më shkoj zemra, me të që ty. Ka thonë alej sallat e salam, o Allah, a'udhu bika min sharri sam'i, pi sherrit këti veshi,
Për çka të vesh që nëse se kontrollon, wallahi mundesh me një xhenem. E nin, njëri kish fitu 50.000 euro tonet. Hajde flej. Hajde flej. I ka fituar tonet me Bitcoin që ka çfarë. Hajde ti tash, rri rahat. Hajde rri rahat. Po çish me net bëj rahat. Kineri fiton tonet. Po pse ve këtë vesh? Pse ve këtë vesh për sillafe ke bove? Pse morës nin diçka tamam çka duhet? Apo. Anite thot, anite sa ka fituaj, anite. O s'dube me një, s'du me një, qam me një. Por çka me një këta? A e nite një ajet, jo, a nite një hadith, jo. Qka nita? Ka fitu filani, ka fitu allani. Qa më duhet kjo, Allah? Qka më duhet? E para, ka thënë Alehi sallallahu alaihi wasallam, wa sharr basari. Ka thënë, o Allah, mruj nga sherri sinit tem. Do të vim pas taj kapitulli veçan, se njëra ndër sherrët më të mëdhoja është sini. Ha? Ti shumë gjëra i lakmon edhe menon për to, mas i ke pa, do të vim kapitulli veçan. Se pite sini vend të zinaja, pite veshit vend të zinaja. Apo, thot, janë i tazanin, e pash, nuk mujna me durue. E mës me pas pa? E mës me pas jo. Andaj ka thënë Alehi sallallahu alaihi wasallam, o Zot rumbi sherrit sinit tem. Sa njeri ju thot, o, unë se pa ta njetë me bleja, ma kur e pash, thot shumë e mirë ke valla. Ti sa kerë dhe kila këmu, thot, a, kur e pash. Apo mas e pa, apo. Mës e pas pa, a, mës me pas. E ngarkon ti zemrë me shigjeta, i gjun shigjeta zemrës tane vazhdimisht me syret. Ato syretet ngarkon si shigjeta ty, edhe bëjnë presion. Dhe presioni që ka atot, ta ka mune, ta kishti, po se kije. Se kije. Andaj mos e ngarko shtinin tanë, mos e ngarko, ule shikimin. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Thuaj besimtar, le ti ulin shikimin të veta. Kjo ka ardhur për grad, po kjo vlen mos me pati, mos lakmo. Mos lakmo. Andaj ka thënë Alehi sallallahu alaihi wasallam, o Allah, më ruaj nga sherri i shikimit tem, që kisin ti bekit sherrët. Kallzom një mu juve, cili njeri ka blej diçka, ka lakmu diçka, ka këshyr me shku dikun, nëse se ka pa. Dikush thot, unë jam kondovejnë o gjë si kam pa. Po kini për ato se s'mun është pa njënën. Kini, shumë mirë kanë, kishku me pa. Njera ka një veshë, qkoj e të shojësini, ta prejke dora. Andaj ka thënë Alehi sallallahu alaihi wasallam, o Allah, rujëm nga sherri zemrës time. A qiko, mjetët që janë? Vesh, pse ka përmën veshin parasinit? Pse ka përmën veshin parasinit? Se veshin jo ma i gjanë, e nin edhe ata shka se në shetë. Ti a kini për kinën, nështë si kam, kini për Amerikën, kini për Rusijën, kini për venet mira në botë, po si ke pa ato. Ama kini, edhe ajo të nxanë zemër, me pa vullosët. Andaj, veshi, sini, pastaj, ku hin kjo? Në zemër. Andaj tha Alehi sallallahu alaihi wasallam, o Allah, urujun për sherrit zemrës. Se këto të dhja, vesh edhe si, i thojnë zemrës, e mirë ke a, ja vlen me ble. Së në ripa këtë telefona, e bave, zjarë ishte, zjarë ajo vetura, zjarë ajo femra, zjarë ajo shpia, zjarë të pare, dhe fillon ngarkohet, zemra ngarkohet, dhe qëfar banë? Prishet zemra. Pastaj në vend se me mendu për Zotin, ti menon për ato. Ti menon për ato. Për këta si e thale i cëra dhe sem, o Allah ruma zemrën. Lutë e Zotin të thë, o Allah ruma zemrën. Se vallaj me të prish zemra, zë bandu bikur gjo. Ti mund është më duke i shtetëshëm, mund është më duke i pashëm, po zemra nëse e kitë prish qëtë duhet. Dhe pasaj në fund ka thënë Alehi sallallahu alaihi wasallam, o Allah, më ruaj, më kujdesu për mua, mbrojëm, sigurom nga sherri i farës time. Epshje, veshi, syni, zemra, tash do me e prek, do tash takish. Shka tha Alehi sallallahu alaihi wasallam, o Allah, rujëm edhe pi sherrit epshit tem, farës teme, sepse ti uja, i pi ujit. Tani fillon gjaki me vluë, fillon ujrat mu të razue. Kitë të ujra mu të razu, qka e kanë bëhe? E kanë pa pisinit, sini e ka bëhe, veshje e ka bëhe, zemra ka lakmue. E pasaj do të vim se ajo qka e vërteton të keqen, qfar është organi gjenital, Zotë ju ndërro.